Bashkimi Demokratik për Integrim Dega në Çajir vazhdon me siç thon serialin e ekspozimit të mashtrimit të madh nga ana e qeverisë dhe pushtetit lokal, këtë herë duke denoncuar atë që e cilësojnë si skem të qëllimshme manipulimi lidhur me projektin e sheshit Skënderbeu. Se shihet edhe në sistemet më të korruptuara, alokim fiktiv i mjeteve buxhetore dhe hapja e tenderit pa qëllim realizimi, ekskluzivisht për nevojat zgjedhore. Para zgjedhjeve lokale në buxhet u parashikua 20 milion euro për fazën e tretë të sheshit të Skënderbeut. Bëhet fjalë për fazën më të kushtueshme dhe më të rëndësishme të projektit, që përfshin parkingun nëntoksor dhe zgjidh përfundimisht funksionalitetin e sheshit dhe të zonës përreth. Për këto mjete u hap tender publik. Procedura u mbajt aktive gjatë gjithë fushatës zgjedhore dhe u ndërtua propagandë politike mbi këtë projekt. U krya përshtypje se investimi ishte i sigurt, i garantuar dhe në prag të realizimit. Me njëherë, pas përfundimit të zgjedhjeve, ndodhi e kundërta. Tenderi u anulua dhe ribalancën e buxhetit 20 milion eurot u tërhoqën nga projekti i sheshit të Skënderbeut dhe u transferuan diku tjetër. Kjo kronologji nuk është rasti, kjo është skem. Po skema funksionon kështu. Para zgjedhjeve shpallën mjete që nuk janë të destinuara realisht për projektin, hapen tender për të krijuar iluzione institucionale, tenderi mbahet gjallë deri në ditën e votimit, pas zgjedhjeve anulohet dhe paraç vendosen aty ku ishte qëllimi vërtet që në fillim. Ky është manipulim i qëllimshëm me buxhetin publik, me procedurat e prokurimit dhe me besimin e qytetarëve. Sheshi Skënderbeut është përdorur si mjet propagande dhe jo si projekt zhvillimi. Pasojat janë të qarta dhe të matshme. Çajiri mbetet pa fazën përfundimtare të sheshit, pa parking nëntoksor dhe pa zgjedhje për një nga problemet më të mëdha urbane të zonës. Kjo qeverisje nuk planifikon projekte për t'i realizuar, por për t'i shfaqur përkohësisht në fushata dhe për t'i tërhequr me njëherë pas zgjedhjeve. Kjo është mënyra se si manipulohet opinioni publik. Kjo është mënyra se si përdoren parat si mjet politik. Dhe kjo është arsyeja pse sheshi Skënderbeut sot është simbol i mashtrimit institucional dhe jo i zhvillimit. Ky rast kërkon përgjegjësi të drejtë për drejtë, politik dhe administrativ. Ne do të vazhdojmë me ekspozimin e këtyre skemave, sepse Çajiri nuk është pronë e fushatave zgjedhore. Çajiri është komunitet që meriton projekte reale dhe jo realitete fiktive.